Përshëndetje të gjithëve. Do të t'ju shpjegoj dallimet arkitekture mes CPU-s dhe GPU-s, pra dy komponentet që japin jetë kompjuterit modern. Le të filloj me CPU-n, Central Processing Unit. CPU quhet shpesh truri i kompjuterit sepse është i specializuar në detyra të përgjithshme. Ekzekuton programe, menaxhon sistemin operativ, bën vendimmarrje logjik. Arkitektura e tij ka pak performa, zakonisht 2 deri në 16. Për këtë performa jam shumë të fuqishme. CPU punon me serial processing për detyra të kryer njëra pas tjetrës, me saktësi dhe shpejtësi të madhe. Fokusi i tij është latenci që do të thotë reagimi menjëhershëm. Me pak fjalë, CPU është i saktë, i zgjuar dhe shumë fleksibil. Tani, ta krahasoj me GPU-n apo Graphics Processing Unit. GPU është ndryshe, nuk është mendimtar, është punëtor masiv. Fillimisht u krijuar për grafik dhe lojra, por sot është zemra e inteligjencës artificiale. Arkitektura e GPU-s ka qindra deri në mijëra performa, shumë më të thjeshta se ato të CPU-s, por të organizuara për të punuar së bashku. GPU përdor parallel processing, që do të thotë se mund të kryej mijëra llogaritje në të njëjtën sekond. Fokusi i saj nuk është reagimi i shpejtë, por është throughput. Sa shumë punë mund të përpunojë në të njëjtën kohë. Kjo e bën perfekte për AI, machine learning, video editing dhe simulime. Pra, nëse CPU është shefi që merr vendime, atëherë GPU është ekipi gjigant që punon paralelisht pa pushim. Dhe pjesa më interesante është se kompjuterat modern i përdorin bashkë. CPU merret me logjik dhe kontroll, ndërsa GPU merret me detyra të rënda numerike. Kjo është arsyeja pse sot kemi grafik ultra realiste, inteligjencë artificiale që mëson në sekunda dhe superkompjutere që simulojnë klimën dhe hapësirën edhe madje dhe funksionimin e trurit të njeriut. Faleminderit për vëmendjen tuaj.